Vendosen në kërthis, mallkimet zhvishen menjëherë. Priteni me vaj, krip dhe dafin. Të dashur vëllezër e motra. Sot do të flasim për diçka që shumë kush e ndjen, por pak e kupton me të vërtetë. Ka një zinxhir të padukshëm që tërheq jetën tënde pas, si një ankor e rënë në fund të detit. Ky zinxhir quhet mallkimi i brezave. Ndoshta ke pyetur veten, pse varfëria më ndjek si hije? Pse martesa ime prishet si ëma e gjyshes? Pse sëmundjet kthehen përsëri në familjen time? Pse sa herë ngrihem, diçka më shtyn poshtë? Këto nuk janë thjesht rastësi. Ato janë njehon e plagëve shpirtërore që brezat e mëparshëm i lanë pas. Por ja lajmi i mirë, sot mund të jetë dita kur ky zinxhir këputet përgjithmonë. Në emër të Jezusit, betejë e të parëve mbaron këtu. Le të hyjmë thellë në këtë të vërtetë shpirtërore dhe të zbulojmë çelësinë që Zoti na ka dhënë për të çliruar veten dhe pasardhësit tanë. Pika 1. Kërthiza si portal shpirtëror. Imagjino për një çast momentin kur ke qenë në barkun e nënës tënde. Për 9 muaj të tërë, ti ke qenë i lidhur me të nëpërmjet një kordoni të hollë, por jashtëzakonisht të fuqishëm, kordoni kërthizor. Ky kordon nuk ka qenë thjesht një tub për ushqim dhe oksigjen. Ai ka qenë një kanal i gjallë shpirtëror. Nëna jote gjatë atyre muajve ka ndjer frikë, ankth, hidhërim, dhimbje, mosbesim, ndoshta edhe zemërim ndaj Zotit apo ndaj njerëzve. Të gjitha këto emocione, së bashku me mëkatet, beslidhjet e fshehura, fjalët e mallkimit apo edhe rritet e fshehta të brezit të saj, kanë kaluar, jo si gjak fizik, por si informacion shpirtëror, si një trashëgimi e padukshme. Bibla na tregon se jeta është në gjak. Por ka diçka edhe më thellë, lidhja shpirtërore midis brezave kalon përmes këtij portali të kërthizës. Edhe pse mjeku e preu kordonin fizik menjëherë pas lindjes, në sferën shpirtërore, porta nuk u mbyll kurrë plotësisht. Ajo mbeti e hapur si një derë e plasaritur, ku hynin era e së kaluarës, pluhuri i mëkateve të etërve, zhurma e dështimeve të gjyshërve. Kjo është arsyeja pse disa njerëz ndjejnë një peshë të pazakontë në barkun e poshtëm, një trishtim pa shkak, një frikë që nuk i përket atyre personalisht. Kërthiza nuk është thjesht një plagë e shëruar. Ajo është porta kryesore e trashëgimisë shpirtërore. Dhe sot, në emër të Jezusit, ne do ta mbyllim këtë derë një herë e përgjithmonë. Pika 2. Mallkimet e brezave. Fjala e Zotit është e qartë dhe e prerë. Zoti thot: Unë, Zoti, hyjt, jam hyj ziliqar që i ndëshkoj pavësit e prindërve të fëmijët, të nipërit e të stërnipërit e atyre që më urrejnë, deri në brezin e 3 e të 4, ky është parimi i mallkimit gjeneracional. Jo se Zoti është hakmarrës, por se mëkati ka pasoja natyrore dhe shpirtërore që kalojnë si val në përbreza. Nëse gjyshi yt ka qenë i përfshirë në okultizëm, alkoolizëm, tradhti, abort, dhunë ose ka bërë beslidhje me forca të errëta, këto hapin dyrë që shejtani i shfrytëzon për të sulmuar pasardhësit. Shenjat janë të dukshme, varfëri që përsëritet brez pas brezi edhe kur punohet shumë. Divorce të shumta në familje. Sëmundje kronike që vijnë papritur të çdo brez. Dështime të vazhdueshme në çdo projekt të rëndësishëm. Vetvrasje, depresion, varësi, si një model i përsëritur. Por dëgjo mirë, mallkimi nuk është fati yt. Ai është vetëm një zinxhir që mund të këputet. Jezusi erdhi për të shkatëruar veprat e djallit. Ai na bleu me gjakun e tij, dhe ky gjak është më i fuqishëm se çdo trashëgimi e errët. Pika 3. 3 elementet e çlirimit. Zoti ynë është Zoti i simboleve. Ai përdor gjëra të thjeshta të krijuara prej tij për të shfaqur fuqinë e tij. Për këtë çlirim, ai na jep 3 element me kuptim të thellë biblik. Vaji i ullirit është simboli i vajosjes së Shpirtit të Shenjtë. Në Dhjatën e Vjetër, priftërinjt, mbretërit dhe profetët vajoseshin me vaj ulliri. Ky vaj përfaqëson dritën, shërimin, forcën dhe mbrojtjen hyjnore. Kur e përdorim me besim, ai na kujton se ti më vajos kokën me vaj. Kripa e detit. Kripa është simbol i pastërtisë, ruajtjes dhe beslidhjes së përjetshme.
Bibla thot, çdo ofertë që të ofroni Zotit, ta kripni me krip. Jezusi na quajti krip e tokës. Kripa neutralizon kalbjen, pastron dhe mban beslidhjen tonë me Zotin të pathyeshme. Dafina, gjethet e laurit. Në Bibël dhe në kulturën e lashtë, dafina përfaqëson fitoren, triumfin dhe kuroren e lavdisë. Në Bibel thuhet, bëhu besnik deri në vdekje, e unë do të jap kuroren e jetës. Gjethet e dafinës na kujtojnë se në Krishtin ne jemi më shumë se fitimtar. Këta tre element, kur bashkohen me besim dhe deklarata në emër të Jezusit, bëhen armë shpirtërore për të mbyllur portën e kërthizës dhe për të prerë zinxhiret e së kaluarës. Pika 4. Rituali dhe besimi. Ky nuk është magji. Nuk është ne age. Nuk është ritual pagan. Është një akt besimi, ashtu siç pagëzimi është me ujë, darka e Zotit me bukë e verë. Elementet janë thjesht simbole, fuqia është te emri i Jezusit dhe te besimi yt. Si ta bësh? Merr një enqelçi të pastër, jo plastik, sepse plastika nuk është neutrale. Shtoni pak vaj ulliri të virgjër, një maj kripe deti dhe disa gjethe dafine të thata, të grimcuara. Përzjeni me dorë duke u lutur. Pastaj, në një vend të qetë, ulu ose shtriu rehat. Vendos pak nga përzierja në gishtërinj. Me lëvizje rrethore në drejtim të akrepave të orës, simbol i rrjedhës së bekimit hyjnor, lyeni butësisht kërthizën. Ndërsa e bën këtë, deklaro me zë të lartë dhe me autoritet. Në emër të Jezusit Krishtit, unë mbyll këtë portal shpirtëror. Çdo mallkim i brezave prishet tani. Çdo zinxhir këputet. Unë jam i lirë. Pasardhësit e mi janë të lirë. Betejat e të parëve mbarojnë këtu. Faleminderit Jezus për gjakun tënd që më çliron. Bëje këtë me lot, me qarje, me thirrje, le të dalë gjithçka që ke mbajtur brenda. Pika 5. Plani 7 ditor i veprimit. Për të forcuar çlirimin, ndiq këtë plan 7 ditor. Dita 1. Blerja e përbërësve. Shko dhe bli vaj ulliri të virgjër, krip deti natyrale dhe gjethe dafine. Ndërsa i bën pazarin, lufton në mendje, kjo është për lirin time shpirtërore. Dita 2. Pendimi dhe identifikimi. Ulu para Zotit. Pendohu për mëkatet e tua dhe pyet shpirtin e shenjtë të tregoj mallkimet familjare. Shkruaj, alkoolizëm, divorc, varfëri, eti. Pendohu në vend të tyre. Dita 3. Kryerja e ritualit për herë të parë. Bëje siç u shpjegua. Regjistro deklaratat nëse dëshiron. Dita 4. Agjërimi dhe vëzhgimi. Agjëro nga ushqimi ose nga diçka tjetër. Vëzhgo ndryshimet, a ndihesh më i lehtë? A ke ëndra çlirimi? Shëno gjithçka. Dita 5. Vendime praktike. Ndrysho diçka konkrete, hiq dorë nga një zakon i keq, fal dik, fillo të japësh 10, eti. Veprimi konfirmon besimin. Dita 6. Mirënjohja dhe adhurimi. Këndo, adhuro, falëndero Zotin me zë të lartë. Thuaj, faleminderit që më çlirove. Dita 7. Rinovimi i beslidhjes. Deklaro një beslidhje të re me Zotin. Zot, unë dhe shtëpia ime do të shërbejmë ty për gjithmonë. Përfundimi. Të dashur, mos u kthe më prapa. Mos e le më të kaluarën të kontrolloj. Ti nuk je viktim, ti je fitimtar në Krishtin. Betejat e të parëve mbarojnë këtu. Në emër të Jezusit, je i lirë. Je i lirë. Je i lirë. Nëse ky mesazh të foli, ndajeni, lëre një koment, amin, dhe abonohu që të mos humbasësh vazhdimin e kësaj serie çlirimi. Zoti ju bekoft të gjithëve.